mirë se erdhët në Villa 24, pa që një ditë të shkëlqyer sot bashkë me ne këtu në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, se dashur, një ditë të shkëlqyer ashtu si tha Anila, edhe nga ana ime të dashur Anvisa, kalofshi sa më bukur pranverë. Lullëzojmë pemët, lullëzojmë edhe ne, lullëzojmë edhe gatimet tona në edhe shtëpi. ushqime dhe pjatat dhe ç'është e vërteta është ajo që themi se çfarë ushqemi, me çfarë ushqemi ashtu edhe kemi edhe shëndetin ton, dhe të kemi një shëndet të mirë. Sot neve do të përgatisim një qesë që do ta bëjmë me mish pule, me patate, karotë dhe do të kemi këtu tjetër. Është një erz keri që i jep shumë shije. Nëse s'keni mund ta zvendosoni me turmerik. Por do të kemi kri piper, pak piper të kuq, 2 lugë gjalp, 2 lugë vaj, lëngun e limonit, majdanozë dhe lëngun e limonit do ta kemi bashkë edhe me një lugë niseshte për të lidhur atë si thua gjellën në fund fare. Nuk do të hedhim salsa ose gjë tjetër, dhe karotën nuk e di nëse se thash, por ja ku e kemi dhe karotën. E themi dhe një herë edhe nëse e thamë. Ja, kemi, ja këtu janë. Ky grupi këtu është asaj recete që janë shumë të thjeshta, shikoni, tamam pranverë është kjo. Një gjellë e lehtë dhe shumë e thjeshtë për t'u përgatitur. Dhe një 2 thelpinj hudhër se harrova. I kemi të ka i grupi aty. Po nuk do të hedhë qep. Gjithashtu, unë do të bëj dhe një byrek pice, sepse kemi këto lloj sallamrash, do me thënë, nëse edhe juve në shtëpi ju ngelen pjesë ose copza sallami, mund të bëjmë përveç se picë, bëjmë dhe byrek, që do të thotë, do ta kemi me mbushjen e picës, dhe mund do të hap 4-5 petë poshtë, edhe do të hedhim atë mbushjen në mes, në qendër, dhe një 4-5 lartë, që bëjnë shumë të thjeshta këto petë, do të shikoni tani se si do t'japin. Edhe unë i kam vendosur këtu te kjo, do me thënë te kjo drasa, sepse do ta hap, do ta përfundoj këtu byrekun dhe pastaj do ta kthej në tepsi për ta vendosur në furrë. Do ta tregojmë tani më një herë. Tani këtu vetëm në kamera kam ose kam filluar. Jo asnjë. Në një tigan që nuk ngjit do të hedhim kërpudhat. Kërpudhat është mirë faktikisht, radhë parë nuk i lajm kërpudhat, nuk diskutohet. Veçse nëse doni i pastroj me një petë, kështu pecet. Nëse i shikoni që janë pjesa e lëkurës, do me thënë nuk është e mirë, mund të ta hiqni. Në rast të kundërt nuk ka nevojë edhe që të hiqet, thjesht ta pastrojmë. Vendosim tiganin të nxehtë fillimisht, jetë i ngrohtë, e pastaj hedhim kërpudhat me qëllim që të na ngelen, do me thënë, mos të thahen, të ngelen të buta. Se nëse i hedhim në tigan të ftohtë, ato menjëherë tërheqin atë, si thua, lagështirë, na thahen edhe nuk kemi ato kërpudhat e mira. Ato shihen që duan. Tani ne këtu do t'i lëmë, do të thënë, të na zbuten pak, se do t'i kalojmë këtu brenda, dhe kur zbuten na nxjerrin edhe një tjetër shije. Për këtë mbushjen, unë do të përdor, përveç se atyre sallamrave që do t'i shohim pastaj më mbrapa se çfarë do të përdorim neve, dhe këto do t'i përcaktojmë me shijet e kameramanëve sot që kemi këtu përballë, dhe do të kemi mund të përdorni një domate kështu të freskët të ndarë në kubik të vegjël, por këtë domaten mund të ta bëni edhe një salsë, si e kam përgatitur unë këtu, që do të thotë një salsë si salsë pice. Kam hedhur këtu edhe borzilok, kam hedhur domaten, kam hedhur pak plur hudhër, edhe plur qepe, do me thënë. Edhe kam bërë këtë salsën kështu, që mund ta përdorim edhe për gatime, besoj. Po, patjetër, për makarona. Për të përgatitur makarona dhe të përdorim me këtë salsën dhe pak djathësi, por e kemi gati. Gjithashtu, meqense mund ndodh një spec i kuq, mund të hedhni edhe te pica, hedhim edhe spec të kuq i jeshil, çfarë të kemi. Gjithashtu, edhe një mix djathrash do të përdor unë. Jo ai djathi picës që është kështu që shkri, kam patjetër edhe nga ai, por në dyqan mund të gjeni edhe mix djathrash. Kështu që ja këto janë. Ose djathrat që ju teprojnë në shtëpi, pak parmigiano, pak djath pice. Po, çfarë mund të kenë? Te ky byreku akoma Anila mund të shtojmë edhe copza djathit të bardhë, nëse nuk kanë, domethënë, mjaftueshëm nga ai djathi, mund të shtojmë pak, domethënë, për ta pak nga të gjitha nga ato që keni në shtëpi, po vërtet del një byrek shumë i mirë dhe shumë i shijshëm. Gjithashtu unë kam menduar që ta bëj, domethënë, kam hedhur pak gjalp, një lugë e kam shkrirë dhe kam hedhur edhe vaj, që ky vaj dhe gjalpi do të më duhet për të spërkatur petët. Na është... Jo, doja ato këtë janë që kërpudhat. Sa ato të na bëhen gati, shiko, unë këto kam hapur një 2 petë, do i tregoj tani se si do të hapen edhe petët, po më përpara do ta lej që ta vendosim këtë pak gjellën në punë. Këtu nuk do shtojmë fare në yndyrë, do i lëmë kështu një herë? Jo, s'ka nevojë, thjesht të piqen dua unë ato, sepse do të kenë yndyrë mjaftueshëm këtu brenda tek pjesa e asaj. Tani, ja të fillojmë këtu se e kam kavërdisur mishin e pulës, atë që s'kam hedhur unë këtu, kam hedhur vetëm pjesën e vajt, po do të shtoj edhe pak i gjatë.
u alash sepse doja t'ua tregoja, do me thënë, një hodha më përpara, të hedhe edhe këto tani, se s'kisha temperaturë të lartë. Po, jemi në rregull tani. Ja ktheve përgjigje vetes. E ke Po, ndezur kati, po, e kam jemi në ndezur. rregull. Tani karotën unë e hedhë një gjysmë, do me thënë, hedhë kështu, 2 karota varet se sa kështu do të ju duhet. Tani pse çaj ke ngrirë në fije? Në rende, gjysmë, edhe gjysmën e kam Pse bërë për kështu. të trashur lëngun E për të lidhur, do me thënë, edhe ka një tjetër, si tu është shije. Nuk është ajo karota veç se e fort, në copza, e lidhe edhe salcën. Se nuk kam qep, edhe kam gri karotën në rende. Gjithashtu për pjesën e hudrave, tani teori janë këto, dalin teorirat të ndryshme. Thonë që hudrën është mirë ta grim dhe ta lëng një 5 minuta para se ta përdorim. Sigurisht që kjo është, sepse neve... Ta lëm në ajër, në ambient, po pse të çlirojmë një? Shiko, çlirojmë se ka një përmbajtje që kur çlirohet, me thënë, jep më shumë aromë edhe shije. Tani se si i nxjerrin këto gjëra për ditë, dalin gjëra të reja. Po gjithsesi... Ja, ne po e respektojmë sot. Ashtu, unë, gjithsesi, kjo është sepse para se të filloni që të filloni të hidhni gjërat në tenxhere, do t'ishte mirë dhe kështu bëjnë, si tuash, ata që shefat ose janë visat, i përgatisin kanë të gjitha gjërat në tryezë dhe pastaj shtojnë nga një. Edhe gatuan dhe më kollaj, ashtu je më i organizuar. Jo i grim, do me thënë i pastrojmë e hedhin, është më mirë kështu i bëjmë kështu si që i kam unë këtu dhe pastaj fillojmë duke i shtuar në mënyrë graduale. Tani hedhim edhe këto therpin dhe hudrës, unë do t'i hedh kështu të plota, nuk duha që ti gri, i kam kështu të plota, thjesht i kam të pastruar. A ka nevojë t'i heqim kërpudhes? Nëse janë bërë anila, mund t'i shmangim dhe duam që tëftojnë, t'ullet temperatura në rregull me sa. Me syrin tim janë bërë, Po, në rregull janë, po, sepse nuk ka nevojë më shumë, jo. Ndërkohë që këtu tani do shtojmë edhe patatet. Shikoni që i hedhim, nuk bëhet kavërdisje rënd, thjesht dua pulën në fillim fare ta kavërdisim. Edhe pastaj i hedhim këto patatet. Ti lati në tigan kate, po ti l'vëdas në një pjatë kërpudhet? Po, do t'ullet temperatura ati, se të duash, po hullet edhe aty temperatura, s'ka problem. Mirë, ndërkohë që gatuajmë, unë do doja ta nisja pak sot me këtë shportën këtu që të tërheq dhe të fton t'i provosh të gjitha produktet e kompanisë tona. Është një kompani që në tregun shqiptar ka një eksperiencë shumë të gjatë, është ndër ato biznese që kanë nisur kështu të vogla, biznese familjare, e më pas me kalimin e viteve janë shtuar duke sjellë sot për konsumatorin shqiptar në treg, mbi 80 produkte, nën produkte të mishit, nën logon e tonas. Ne kemi shumë pak prej tyre këtu, shumë të tjera në frigorifere, shumë të tjera gjeni ju në treg, mjafton të kenë emrin tona, ndjes, dhe ju gjeni gjithçka që nga salqicet, kremvicet, të thjeshta, të mbushura me djath, të tymosura, prosciuti i picës, të kofshës, kemi salamin bira këtu, turistin artizanal, pancetën gjithashtu, janë pa fund, janë shumë të mira, janë shumë të shishme dhe shumë cilësore, kështu që dhe ne sot një ndër gatimet që do të sjellim, do të zgjedhim besoj një nga këto produktet e shportës tona që kemi në studio, sipas preferencës dhe shijeve tona. Kemi qenë se jemi tek receta me bazë brumi që do të sjellim sot, ato picën që na shijon shumë të gjithëve, edhe pse do ta sjellim në formën e një byreku picë, por do ta shohim pak e nga pak në vazhdim, ajo që është e rëndësishme, ne të gjitha gatimet e brumit dhe kudoj që ka nevojë receta qofte edhe për një lug miell, si në recetat e kripura ashtu edhe të ëmblat, sepse kompania Atlas është kujdesur të sjellë në treg edhe atë miellin që është dedikuar përgatitjes të ëmbëlsirave dhe kekut në mënyrë të veçantë, mielli farinap, një paketim edhe më i vogël që të mos ju teprojë aty në shtëpi, 250 gram me shijen tuaj të preferuar të vaniljes, së portokallit apo çokoladës, kundër të tjera brenda ka edhe pluhurin fryrës dhe fare thjesht, edhe ju që nuk shqueni për ëmbëlsira, me paketimin farinap të kompanisë Atlas, e sikur që do të shkëlqeni, pa diskutim pastaj për të bërë recetat të tjera të kripura me mielin e misrit, të bardhin, të verdhin, me mielin integral, mielli për çdo përdorim, tashmë e dim që zëvendin e parë në çdo familje, kështu që rëndësi ka që mielli të jetë Ola, dhe unë e dëgjoj kaq shpesh këtë fjalin edhe kur jemi jashtë studios, që edhe unë me Ola gatuaj, edhe unë këtë miell preferoj, kështu që jam e kënaqur që gatuani njësoj si ne, dhe ndër të tjera kujdeseni edhe për shëndetin tuaj, se sikurse edhe Katerina tha në fillim, ajo që ne konsumojmë është ajo që ne jemi, dhe meqense jemi tek shëndeti, nuk do lija pa përmendur edhe mënyrën më ideale për të nisur ditën, një plan që na vjen pikërisht nga Veza Ovital, Veza çdo mosdëshmëri.
nuk ka individ që nuk konsumon vezë gjatë javës të tij, sigurisht që ka persona që konsumojnë më shumë se sa një kokër në ditë, në varësi edhe të moshës edhe të gjendjes tuaj shëndetësore. Nëse merrni me aktivitet fizik pa diskutim që konsumoni më shumë se sa një, e sigurt është që cilësia maksimale gjendet në të gjitha paketimet e vezës Sovital, që tek paketime me 8 kokra e deri tek 15 vezët e jetës që unë mbaj në duar, vezë të bardha apo të kuqe. Ferma Ovital në asiguron cilësin maksimale dhe mirë ushqyerje me këtë produkt që tashmë prej shumë kohësh është pjesë e tregut shqiptar. Po kati. Jemi në rregull. Atëre, sa Anila tha, do me thëmë përmendi për këto produkte që kemi këtu në studio, duhet të tregoj të dashur Anisa, si që shikoni, ja aknisim, do me thënë, aknisim, ose ka vërdisim lehtë këto mishin me karotën edhe me pataten. Dhe tani jemi gati që do të shtoj këtu me radhë kripën, do shtoj piper, tjede dhe pak se pak koda. Po, se ka tje do shumë piperin e vetima. Jo, aqë. E do gjela thuaj, e do gjela, nuk e dua unë. E të hedhim edhe piper të kuq, edhe keri. Tu do hedh më shumë. Një keri do të ndihmojnë për të dhënë edhe atë ngjyrën e bukur? Po, ngjyrën e bukur shihen e mirë. Këto janë, do me thënë, erzat që neve do të përdorim. Tani, do ta lëm këtu. Ngjan me është mix erza shkeri. Ngjan me shumë gjëra në fakt, po. Prandaj ka shumë që shiko, këto janë erza që bëhen edhe me 9, edhe me 13-14 erzat bashkë. Prandaj dhe kanë të miksimin e shijes, prandaj dhe nuk duam shumë gjëra të tjera këtu, janë të mjaftueshme këto. Do të hedh vetëm një garush dhe ujë, që do të jetë ujë ngrohtë këtu tani. Dale se gjysëm ma e mori, edhe gjysëm pra një, është mjaftueshëm. Edhe një garush dhe do t'jetë, do të hedhim pastaj më mbrapa që do të përgatisim salsën, që do t'jetë me një lugë niseshte, do t'kemi lëngun e limonit, edhe pothuajse një garush dhe të plot ujë lëng që do t'hidhet në momentin e fundit. Do ta përgatisim të ftohtë këtë lëngun, të ftohtë, prandaj është dhe ja shtojmë në fund në formën e një salce. Ja kështu, do ta lëm tani me këto lëngje që ka brenda, nuk shtojmë asnjë gjë tjetër, por është shumë e rëndësishme më tani që të ulet temperatura. Dhe do të dalin me lëngjet e veta në fund fare duke shtuar këtë salcën. Do ta lë tani për momentin. Ulim temperaturën. Ashtu patatja nuk do për recetën tjetër. Shpraj pak duar dhe fillojmë një herë. A ti lexojmë pak recetat, ju lutem, meqense deri më tani kemi gatuar, kemi shpjeguar, por nuk kemi parë se cilët janë të gjithë përbërësit që i duan recetës gjellë me mish pule, patate dhe karota, e gatuar në një mënyrë tjetër, pra nuk kemi atë mënyrën tradicionale me domate apo me salcë, kemi në një tjetër ngjyrë, në një tjetër shije me këto përbërës. 5-6 racione me mish pule, 2 lugë gjelle gjallë, 2 lugë gjelle vaj, 3-4 patate, 1-2 karota, 1-2 thelpinj hudhër, 1 lugë çaj keri, 1 lugë kafe piperi kuq, 1 lugë niseshte, 1 lugë, jo, këtu s'kemi lugë, sa i shumë lugë sa kishte, ma mori vetë, 1 limon, kri, piper edhe majdanos, po, vjen për inerci pastaj. Byrek me shije pice do të përgatisim sot, me 400 gram mjellin për çdo përdorim, mjellinola kemi zgjedhur pikërisht për përgatitjen e petëve, kemi mix salamrash tona, mix djathrash gjithashtu, kemi një domate, kërpudha sipas dëshirës edhe vaj. Do të na dalë shumë i shishëm ky byreku pit sot, të cilin ne e kemi nisur përgatitjen me petët. Me petët. 2 kemi këtu? 2 petë. Atëherë kemi spërkatur edhe me vaj, do me thënë vaj dhe e gjatë, edhe, ja, shikoni këtu tani. Them tani unë për petët. Nuk hapen vetë. Ne nuk përdorim oklaj në studio. Jo, dhe s'kemi ku do t'ju t'kesh oklaj, do t'kesh atë sofrën, duhet atë sofrën. Edhe kemi bërë zgjidhjen e dur me këto hapjet kështu, shiko. Po, edhe unë duke mandej. Kaq. Kaq të holla janë. Kaq të holla janë. Edhe kur krijon këto fullucka, themi që edhe sekreti këtyre është Anila që të qëndroj brumi. Të qëndroj të pushoj, të ri. Në rregull, të pushoj. Tani, unë do t'i me që i kam duar shumë ose zë, spërkaton, po. I hedhim këtu, ne do t'a bëjmë këtu dhe pastaj do t'i vendosim në tepsi, do t'a kthejmë.
Duhet të them edhe për petët, që unë i kam hapur një nga një, do me thënë, e shikoni se sa janë, dhe i kam spërkat me pak një seshte këtu tani, që mos të ngjite, edhe, ja. Edhe mund të hapni këto anët, edhe këtu. Që të hapen dhe anët mirë, do me thënë, të hapen të holla anët, se mesi hapet vetë. Prapa një lati. Po, gati jamon. I dhe vajnë prap. Besoj dhe një do të kemi, pasa do të hedhim bushje. Dhe të shojmë se sa kemi një... Po, 4. Kjo është e 5 për të hedhur aty. 5? Anila, për mbushjen thamë, qëfar salamrash do të përdorin? Po, si të ta zgjedhim? Nuk e di. Unë thash në fillim fare që do na e thoshnin djemë që kemi këtu për para. Qunat. Qunat, pra? Se nuk zgjedhim do të në këtu ka që Gjulio. Tane, po këtu ka plot. Të duhet salam, të duhet proshut. Shiko, me njerëzit me qëfar të ndodhe në shtëpi. Neve kemi të gjitha. Unë prandaj thash që zini shije tuaja. Qëfar të ketë? 3-4, do me 3, mjaftushëm, 3 lloj shije. 3 lloj. Tani, ky proshut i këtu është për pica. Po. Nga ju do marim, po, të marim. Merë të tymosurin më mirë. Proshut kofshe, këtë. Tani, unë do të hedhë, do me thënë... Barim të tymosurit. Po. 2. Me 2 do e lëmë. E lëmë e 2. Do dhe 1. Po. Do nga këto sa që se nuk e di. Këtë do ashte. Bejko do në të, do me thënë që të... Shiko, mirë, që mos ta kemi... Po, më thuaj. Vënde më të ngriture, më mirë përdorim vetëm proshutura. Në rregull. Kështu që marrim proshutin e picës, proshut kofshe të tymosur, marrim edhe qafe tymosur krudo. Në rregull. Jemi shumë në rregull dhe shije shumë të mira. Shumë mirë. Edhe ndërkohë që kam shtuar edhe borzilok këtu, do t'i bëj shumë mirë. Bukurim. Ti hap? Është momenti për ti... Po, sepse duen edhe ti... Duam t'i vëm kështu të sopës, apo mendova që t'i grim, më mirë. Do t'i grish? Po, edhe kështu mund t'i vendosim, nuk kam Si dhe të një gjë. dëshirosh, ti e di, ti e ke konceptuar recetën në mënyrën tënde, kështu që na e thuaj si ti do. Kjo salca mund në sa aromë të mirë që ka, dhe kjo do t'i japi edhe shije, se kemi edhe borzilok brënda, kemi Të bërë salcën, kemi bërë edhe shumë me të mirë. pasta tolla, kështu thjesht fare, të zjera, me ca luk salë sipër, të hapet me gjithande. këtë e ke gati. Në rregull. Unë s'pas kam zë sot gati. Jo, më ke të mirë. Kjo më jo, në zë kolla. Shiko, në një kokër vezë, Po pra, ta pish ashtu në një vital edhe jenë vinë vete. rregull. Si e bëjnë këngëtarët. Po kemi nevojë edhe neve për zërin e mirë. Se e është kjo? Kjo më pëlqen mua. Anila, të lutem, a mundesh të mi... Ti ndaj, sa do? Ka që i kam duar të këshumë. Po një 6, po një herë se është e madhe kjo. 5-6, meri këto? Po, faleminderit. Iku kjo. Kur mbarosh me ato, do t'i hap edhe këto të tymosura. Ta hap edhe këtë krudon? Po. Edhe ato të hapem, sepse edhe ajo na... E di që duhet edhe... Qfarë? Se nuk harin. Ja se për marun. Qarë të duhet? Të vëm edhe një tjetër, mos... Po bërë edhe një. Të vëm këtu në qëndër, edhe një, në rregull. Unë tes për këto krudot. Janë shumë të mira. Mos marim lukën tjetër. Edhe për mesin e tavolinës, shoqëruar me një brusketa, bëhen të mira, shumë ato. Po, pra, po. Shumë të mira janë. Edhe kjo speci, do me të më pëlqen shumë. Këta të ftojnë t'i hash, kështu quk. Të holla. Të edhim ato të parat dhe të lëmë në fund ato tjetër, si thua. Këtë duash, këto i ke gati 2. Dhe ta hapim kështu se shumë të mira. E këto japin shumë shije picës. Në gjithë lezeti këto janë. Kemi edhe ndonjë këtu, të vëm dhe një këtu në cepë dhe në rregull. Po, faleminderit. Janë këtu. Ku s'kemi vënd që të ngelen, mos ngelet asnjë vënd pa shijen e. Do shtosh edhe nga proshuta tjetër? Apo? Po, le të shtojmë dhe pak nga to. E hapëm që hapëm tani. Po edhe kështu me këto mjaftueshëm është,
Po që me që kemi, hajde. Hajde ta bëjmë. Tani, laj duart unë edhe vendos. Që t'jedhe në pak djasë sipër. Ja, po i që i këto hapësirat boshe. Ku janë pak, se nuk ka nevoj të ngarkojmë shumë, jo, nuk ka nevoj, ja. Një këtë një dhe jemi në rregull. Një këtu, edhe jemi në rregull. E t'ja hedhim edhe këtë djathin këtu tani neve. Ja, hapo më reksin nga shtëpia. Shiko tani, nuk diskutohet, po sidomos për fëmijët. Për fëmijët është... Ashtu themi ne për fëmijët dhe i ham vetë pastaj. Po mirë, nami fëmijëve. Përgati se e ham fëmijët. E ham fëmijët. E bëjmë për fëmijët. Ja, që do bëjmë sot? Do bëjmë një gjellë. Po edhe kjo gjella me patate Anila, dale kam hullur mirë. Gjella në këtë 4? Në ve fare të kë dyshë Anila, se kemi goxha temperaturë. Furën e ngrohur. E kemi të ngrohur, po. Këto kur do t'ja shtojmë? Katë? Si hodhëm. Ishin ekstra. Hajde hidi tani s'ka gjë. Me që i kemi. Për pak i vum ka pakon. Shiko, edhe po mos t'i hidhim, s'ka gjë, ne kemi atë. Po me që ne na undodhën sa kërkova. Po do t'i hanim kështu pastaj. Nuk diskutohet. Por që me që undodhën, hajde t'i vëmë se sigurisht një tjetër shije. Po edhe pa kërpudhat, ishim në rregull ne. Të lash me pet në dorë. S'ka gjë, s'ka gjë. Liko. Hajde, U plotësua, pra e donte. E donte vërtet. Ishim të tikanin se nuk në duhet, më... Shiko, juve po se keni këtë sofrën që kemi neve, se ne kemi një sofrë të vogël këtë që kemi këtu, hapini direkt në tepsi, petët, nuk ka nevoj. Anila pak një spërkat jetër lehtë, Gati. Që të na ashu. Tani, ne pak e nga harim pak... kohë neve për të... Urdhëro? Harim kohën, kemi kohë, them, që të përfundohet dhe vendoset në furë. Po, ne do të vendosim në furë gjatë reklamave, sepse është momenti... Ashtu? Duhet të dinam visat që unë këtë si që kam e kthej në tavë. E përmbys në tavë, edhe është shumë kollaj, po do kemi kohë që të harim, do a tregojmë direkt. Në rast të kundër, ne do t'a kthejmë, do t'a vendosim në furë dhe do t'a shikoni kur të dali e pjekur. Sepse jemi, që mos ngutemi tani se kemi ende edhe 2 petë për të vendosur. Pra spërkat je me vaj edhe me gjallë, do t'a kapim këtu, kështu, edhe do t'a kthejmë në tavë. Ja, do të tregoj dhe procesin e fundit. Do me thënë këtu, do t'a lyej me vaj dhe do t'a kthejmë në tavë. Do e spërkasim lartë me vaj dhe me gjallë dhe në furë. Temperatura si gjithmonë 180-200 gradë dhe do t'a lëmë të paktën për një 35 minutë, 35-40, më pak do kjo. Shumë mirë. Pra ne, në orën 10, po që do t'a kemi gati, në fund të pjesës së 2 të gatimit, tani është momenti që të bëjmë pak pushim, do të mbarojmë përgatitjen e pizzës, do t'a vendosim në furë dhe kur të vim në studio, do të merremi me recetën e parë që e kemi ende të papërfunduar e sigurisht do të kemi për të treguar edhe pizzën e pjekur dhe për të rifreskuar gjithçka që kemi bërë në këtë pjesë të parë për ju që nuk na keni ndjekur. Mos u largoni, qëndroni në News 24, rikthehemi pas pak. Patjetër.